Kreu i Financave Arben Ahmetaj paralajmëroi rritjen e pensioneve gjatë muajit korrik, edhe pse nuk dha shumë detaje, ministri Ahmetaj tha se lajmi i mirë do të bëhet publik shumë shpejt. Ne traditën do ta vazhdojmë ku duhet dhe kur duhet. Po tradita e mëparshme e 8 viteve që kanë kaluar në kohën e qeverisë së vjetër është traditë jo reale, virtuale. Ne do ndërtojmë një traditë të re reale, ku rritja të jetë reale dhe jo virtuale. Besoj të durosh që ti shohësh lajmet. Duke folur pas mbledhjes së Komisionit të Ekonomisë, Ahmetaj tha se ulja e rentës për sektorin minerar do të hyjë në fuqi me ndryshimet e paketës fiskale. Ministri i Financave deklaroi se tashmë po përmbyllen diskutimet e detajeve të fundit në lidhje me këtë çështje. Është në proces patjetër me bitumin. Kemi të paktën një muaj që diskutojmë me Ministrinë e Energjisë. Jemi në konsulta me zotin Braçe për shkak të pozicionit dhe eksperiencës së tij. Kështu që besoj që në korrik do jetë paketë të tërë. Ministri Arben Ahmetaj ishte i pranishëm edhe në Komisionin e Ekonomisë, ku pa praninë e opozitës u miratua nen për nen ligji për menaxhimin e buxhetit. Në bazë të ligjit, Ministria e Financave do të përgatisë më herët projekt buxhetin për vitin e ardhshëm, në mënyrë që të mos ketë vonesa për hyrjen e tij në fuqi.